avokatit të popullit nxiti tensione dhe debate të ashpra mes maggjorancës dhe opozitës në kuvend. Që në nisje të seancës, Partia Demokratike njoftoi se ka tërhequr firmat për 26 kandidatët në gardë, duke bërë të qartë se kandidaturat e mbështetura prej saj janë vetëm 2, Besim Drejgjoni dhe Adriana Kalaja. Nga foltorja e kuvendit, lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi maggjorancën për një proces farc dhe se po shkel edhe vendimarrjen e saj në Komisionin e Ligjeve, vetëm për të grabitur avokatin e popullit përmes një skenari të mirë përcaktuar. Berisha tha se opozita nuk do t'jap asnjë firmë për Endri Shabanin, që sipas tij është opozita që duam e Edi Ramës. Por vendimi i Komisionit të Ligjeve ishte i qartë. Nuk pranohen sepse janë vendosur firma i njëjti deputet ka firmosur disa kandidatë. Me qenë se duhej patjetër që ai që zoti Kliçi e quajti lepuri i Surrelit, kurse unë do ta quaj opozita që duhet, kishte marrë firma dhe tani përmbysni vendimin. Shkelmorimi veten tuaj, vetëm e vetëm që të grabisni avokatët e popullit, sepse ju e dini që lepuri i Surrelit s'merr dot asnjë firmë. E megjithatë, maggjoranca këmbgulit i shkoi deri në fund skenarit për të zgjedhur avokatin e popullit në listën me 26 kandidat, ku figuron Endri Shabani, duke refuzuar kërkesën e Partisë Demokratike për të votuar vetëm 2 kandidatët e saj në seancë. Qëndrimi ynë sot është i qartë. Partia Demokratike nuk merr pjesë fare në këtë farsë, për sa kohë nuk tërhiqni emrin e Endri Shabanit nga lista e propozimeve. Kandidaturat zyrtare të Partisë Demokratike janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Asnjë nga deputetët, 83 deputet Partisë Socialiste, nuk firmosën sepse nuk kishim ne të drejtën ta propozonin. Komisioni i Ligjeve ka shqyrtuar kandidatët, në atë moment nuk ka patur më asnjë kandidaturë të ligjshme. Të gjithë kanë qenë me propozim të tërhequr, me firma të tërhequra. Në rastin konkret, Endri Shabanit i është bërë qartë ditën që ka marrë firmën, që në rast se ai do të shkojë përpara duke përdorur firmat të opozitës, por votat vetëm të maggjorancës, atij do t'i tërhiqet mbështetja. Komisioni për çështjet ligjore në 2 seanca maraton i ka dëgjuar të 26 kandidatë, që sipas vlerësimit të komisionit plotësonin kushtet ligjore dhe meritën për të qenë kandidat të denjë në këtë garë. Ju do kishit sjellë në kuvend një kandidat e gjys. Sa aq firma keni? 50 firma, një kandidat 28 e 28 bën 56. Refuzimi i maggjorancës nxiti debate dhe përplasje të forta, çka solli edhe ndërprerjen 2 herë të seancës. Fjala për zotin Balla, më pas zoti Kliçi. Zonja dhe zotri deputet. Të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Ju talleni me Adriana Kalaja. Po këta kush janë? Ne jemi këta. Zotria është ignorant në fushën e ligjit dhe nuk dëgjuat që ai ju drejtua zagar deputetëve të opozitës. Ta konsumojnë replikën, Ka propozim për ndërprerje seance. Pushim 10 minuta. Me fuqinë e kartonit, maggjoranca refuzoi kërkesën e Partisë Demokratike për ta shtyrë votimin, duke i shkuar deri në fund vendimit për të emëruar në mënyrë të njëanshme avokatin e popullit. Për heqjen nga rendi ditës të pikës për zgjedhjen e avokatit të popullit, pra me 77 vota kundër, 30 pro, 1 abstenim, kërkesa nuk miratohet, mbetet në rendin e ditës projekt vendimi për zgjedhjen e avokatit të popullit. Partia Demokratike sheh këmbguljen e maggjorancës si tentativë të hapur për kapjen e një institucioni të pavarur, ndërsa ka informuar edhe institucione ndërkombëtare dhe selit diplomatike për atë që e cilëson si proces farce antiligjor që shkon përtej traditës shumë vjeçare parlamentare të zgjedhjes së avokatit të popullit nga opozita.